Territori shqiptar për datën 25 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mall i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vërtetësira dhe rreshje të lehta shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të jetë 20 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, çka do të krijojë dallgëzim deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 13 deri 16 gradë Celsius, Kukës 11 deri 18 gradë, Peshkopi 9 deri 17 gradë Celsius, Tiranë 13 deri 20 gradë, Durrës 12 deri 15 gradë Celsius, Kavaj 12 deri 16 gradë, Elbasan 12 deri 16 gradë Celsius, Berat 13 deri 19 gradë, Korç 8 deri 14 gradë Celsius, Vlorë 13 deri 19 gradë, Gjirokastër 8 deri 10 gradë, Sarandë 12 deri 15 gradë Celsius,